Si të përgatitim pancakes të shëndetshëm, unë shoqërova me fruta të nxehta, mund t'i shoqëroni me çfarë të doni juve, me mjaltë, me arra, me çokokrem, jo, pse jo, me çokokrem do jeni të shëndetshme, po nejse tani, si ti duan fëmijët. Tani do hedhim një gotë me tërshër, siç mund të shikoni, do ta bluem një herë, pastaj do t'i hedhim brenda kanellë, një banane, nëse nuk u pëlqen shija kanellës mund ta shmangni, nuk ka problem fare, një vezë, pak baking powder që të munden të fryen, edhe pastaj qumësht. Do ta shikoni derisa përzierja të dalin në këtë mënyrë, nëse do akoma qumësht mund i heni edhe pak. Tani siç mund të shikoni unë i hodh edhe këto copat të çokoladës, këto nuk do t'i bluajmë në blender, se i duam kështu në mikser të ngelen kështu. Pastaj do t'i hedhim pancakes një nga një në një tigan i cili nuk ngit në fund, nëse nuk jeni nga këta, mund t'i hedhni pak vaj në tigan ose një çik gjalpë. Nuk ka problem fare. Shikoni tani copat e çokoladës si janë këtu, edhe si janë shkrirë, edhe o zot. Mund i hani skjeto kështu, ose me disa fruta të nxehta, cilat i përgatita në tigan. Edhe janë